Kartela e Kuqe arrestohet në Greqi shqiptari i shumë kërkuar i dënuar me 16 vjet burg. Shqiptari shumë kërkuar Eduard Vushaj është arrestuar në Greqi sipas një njoftimi të policisë shqiptare. Finalizohet një tjetër operacion ndërkombëtar për kapjen dhe ekstradimin e shtetasve të kërkuar ndërkombëtarisht për llogaritë të Shqipërisë. Operacioni Kartela e Kuqe kapet në Greqi një i dënuar me 16 vjet burgim për vjedhje me armë kryer në bashkëpunim. Si rezultati i operacionit siguruar nga media dhe DVP Shkodër si dhe shërbimi të këtij informacioni nëpërmjet Interpol Tiranës me homologët në Athinë u finalizua operacioni Kartela e Kuqe. Në kuadër të operacionit policia greke lokalizoi, kapi dhe arrestoi provizorisht me qëllim ekstradimi shtetasin Eduard Vushaj, 39 vjeç. Në vitin 2016, gjykata e Shkodrës e ka dënuar me 16 vjet burgim për veprën penale vjedhje me armë, ndërsa në vitin 2013, në fshatin Grabom, ky shtetas, në bashkëpunim edhe me një shtetas tjetër, ka ndaluar automjetin me të cilën lëviznin 2 shtetas dhe duke i kanosur me armë, u ka marrë parat dhe automjetin si dhe i ka plagosur të dy me mjet prerëstik. Vijon bashkëpunimi nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Athinës për ekstradimin e 39 vjeçarit në Shqipëri.